Në kuadër të çështjes penale numër 1815, datë 18/11/2024, janë zhvilluar hetime të thelluara duke përdorur metoda speciale të hetimit për një periudhë 6 mujore mbi veprimtarinë kriminale me qendër veprimi në Fier, Lushnjë, si dhe përtej këtij qarku, sikurse në Durrës, Shkodër, Kukës apo dhe jashtë territorit në Kosovë. Nga hetimet e deri tanishme të kryera, është bërë e mundur të dokumentohet vepra penale, trafikimi i armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike dhe kultivimi i lëndëve narkotike parashikuar në anene 278 A paragrafi 2, 283 dhe 284 të Kodit Penal. Në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të Policisë Fier dhe forcës së posaçme operacionale të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë Shtetit, mbi bazën e urdhrave të ekzekutimit lëshuar nga prokuroria, si dhe për shkak të gjendjes së flagrancës diktuar nga dinamika e hetimeve, janë kryer në datën 2/6/2025 13 kontrolle në ambiente banimi, automjete, magazina dhe sipërfaqe toke, ku janë gjetur dhe sekuestruar prova materiale, po ashtu municione, armë zjarri e tjera. Në këto kushte është bërë e mundur deri në të fazën e hetimit arrestimin flagrant dhe ndalimi i 4 personave me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, ndërkohë që vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e vënien para përgjegjësisë penale të personave të tjerë bashkëpunëtor në kryerjen e veprave penale. Operacioni policor i koduar procedimi është finalizimi i një procedimi penal të ndjekur me metoda speciale të hetimit në drejtimin e prokurorisë Fier. Procedimi u fillua dhe u inicua nga sektori për hetimin e narkotikeve dhe trafiqeve në drejtorinë vendore Policisë Fier dhe u ndoq në bashkëpunim të drejtë për drejtë me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në Policinë e Shtetit. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin, ku gjatë operacionit u ushtruan 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle ambientesh të tjera të dyshuara për magazinimin e armëve, 3 kontrolle automjetesh dhe vende të tjera. Gjatë këtyre kontrolleve u sekuestruan 4000 bim narkotike, 2000 të mbjella dhe të hedhur në parcel dhe 2000 të kultivuara në kubik, të mbjella në tokën e shtetasit me iniciale BB. U sekuestruan 3 armë zjarri automatike, 2 armë gjau dhe 636 fishek të kalibrave të ndryshëm. Janë sekuestruar 5000 fara kanabis, të cilat do të hidheshin dhe do të gjendeshin sërish përpara veprës së kultivimit. U sekuestruan 2 radiosit policisë, 2 uniforma policie, 1 maskë plastike silikon me paruke, 3 automjete dhe 10 celular. Gjithashtu, në banesën e shtetasit me iniciale NO në Durrës u sekuestrua dhe një armë zjarri pistolet, të cilën ky shtetas tentoi ta hidhte nga banesa në momentin që ka ndërhyrë forcat e policisë. Gjatë operacioni u ndaluan 4 shtetas, siç e përmendi dhe prokurori, me iniciale BB, 48 vjeç, banues në Kallën Fier, i dënuar më parë në Itali me 30 vjet burgim për veprat penale shfrytëzimi i prostitucionit dhe armbajtje pa leje. U ndalua shtetasi NO, 53 vjeç, banues në Durrës. U ndalua shtetasi QSH, 48 vjeç, banues në Lushnjë dhe shtetasi BB, 33 vjeç, banues në Divjak. Gjithashtu, është hetuar në gjendje të lirë edhe një shtetas 51 vjeçar nga Fier.